disa prokurorëve janë hakuar, por nuk janë marrë dosje nga SPAK. A keni ju informacion nëse në këtë operacion kanë qenë të përfshirë ish ministra dhe deputet aktual të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë? Faleminderit. Së pari, me duhet të them se u kthye koha kur dosjet para se shkonin në gjykatë shkonin në Partinë Socialiste. Kjo është. Edhe përpara, nuk para shumë vitesh, dosja para se shkonte në gjykatë shkonte në Partinë Socialiste. Tani hakerohet. A është hakerim apo vetë hakerim, unë nuk e di. Tani pjesa e parë, por është gjë shumë e rëndë. Do të thonë, o qytetar, të gjitha danat tuaja mirren, vidhen, manipulohen dhe s'kan asnjë siguri. Çfarë është kjo? Është kjo mundet dhe një luftë të brendshme brenda klaneve mafioze të Partisë Socialiste. Tani grupi armiqësor, Xhafa, Pastori, Bushka, Balla, dy tre tjerë, ata duhet të akuzohen me çdo kusht. Me shembull si historia e statuset të Erion Velis. Statuset ja shkruan te Rama dhe përgjigjen skapi ja jep te Erion Velis. Edhe këtë hakerimin duhen t'ja faturojnë Fatmir Xhafs. E kuptoj unë, aty ke hallin ti po. Unë nuk jam prirur, unë e marr si një. Jo, prit. Ato janë hakeruar apo janë vetë hakeruar, atë nuk mund ta marrim vesh ne. Por problemi është se këto po përdoren, siç u përdoren statuset. Me qenë se filluan të thonë po merren me fustanet e Ariolës, edhe ç'është kjo punë tani ja sajisen status dhe tani ke kryer krim të madh shumë. Kështu që edhe Fatmirit po i vin rrotull dhe po e akuzojnë se gosipi është fjala. Se ka hakeruar statuset e ato kompjuterat e skapit dhe për të më revoltuar dhe mua edhe dosjen time. Ate i them Fatmirit publikojeni sa ta gjeni, se ajo është publike. Pra, shumë operacion i dyshimit. T'jemi të sinqert. I dyshimit aq sa ishin status në Facebookun e Erion Velis. Që ta ndjekim. Një gjë mund të them që qytetarët po kuptojnë çdo ditë më shumë kontrollin fatal të drejtësisë nga Edi Rama. Kjo është e vërtetë. Dhe për ne kjo ka rëndësi. Zoti Berisha, me që jemi tek çështja, tek tema për SPAK-un, në raportin që kanë depozituar në Kuvendin e Shqipërisë, SPAK ngre shqetësimin për presionin politik që i bëhet prokurorisë së posaçme dhe në këtë pjesë a ndjeni ju përgjegjës për presionin që po i bëni. Dhe pjesa e dytë është se policia, referimet e policisë kanë rënë me 53% në prokurorinë e posaçme. A është ky një tregues i rëndësishëm për opozitën? Së pari, ky është një tregues dramatik për vendin. Ky tregon çarjen përfundimtare të institucioneve të shtetit mafios.